Një tjetër rrugë nacionale po shfaq probleme serioze, këtë herë të paralajmëruara, nëse i referohemi historikut të aksit rrugor Skrapar Përmet. Nga videot dhe fotot e publikuara dallohen qartë zjarrit e asfaltit dhe rënien e shkëmbimeve në rrugë, që është inauguruar në vitin 2019, por që shfaqi problemet e para që në vitin 2021, pra 2 vite pasi përfunduan punimet. Aksi rrugor, loti i parë është ndërtuar nga Salillari, kompania zotëruar nga Pollumb Salillari, një prej të preferuarve të kryeministrit Edi Rama. Nga mbrëmja së martës u raportuan problemet e para me një çarje të asfaltit dhe më pas një shembje e saj. Dëmtimi ka ndodhur pranë fshatit të Rog Çepan, në afërsi të Përmetit, ndërkohë që pranë fshatit Buzuq, në hyrje të Skraparit, ka pasur shkarje të masivit shkëmbor në rrugë, duke bllokuar qarkullimin. Problematika për herë të parë u shfaq në vitin 2021, 2 vite pasi kompania Salillari e konsideroi të realizuar projektin. Në atë kohë, si pasojë e dëmtimit të bazamentit të rrugës, ka pasur edhe rrëshqitje të mëdha në rrugë, ku si pasojë është bllokuar dhe rruga. Rruga nisi të ndërtohej në prill të 2017-s, një segment me gjatësi rreth 5 kilometra dhe me një vlerë investimi prej 1.2 miliard lek, apo rreth 10 milion euro, do të përfundonte në qershor të vitit 2019. Në atë kohë, aksi që përbënte edhe lotin e parë u trumbetua si me standarde të larta, e që do t'i shërbente banorëve duke lidhur këto dy zona me potenciale për zhvillimin e turizmit. Në vitin 2019, kontrolli i lartë i shtetit me një auditim të kryer mbi dosjen teknike të zbatimit të kontratës konstatonte se mbushjet e larta të rrugës nuk ishin realizuar në sistemin qelizor dhe ishin pa masa mbrojtëse, siç ishte parashikuar në projektin fillestar. Megjithëse janë bërë rishikime dhe përmirësime të projektit, është përdorur edhe fondi rezervë dhe është realizuar shtesë kontratë në vlerë. Qëllimi kryesor i projektit për të realizuar lotin e parë të segmentit Skrapar Përmet, me të gjitha karakteristikat e kërkuara në projektin fillestar, nuk është përmbushur plotësisht, ku mungon shtresa asfaltike, sinjalistika dhe punime të tjera të parashikuara, thuhet në raportin e KLSH-s. Duket se nga momenti që janë dhënë këto konstatime dhe më pas u shfaqën problemet e para të rrugës, kompania ka bërë thjesht riparime të vogla, të cilat në ditët e fundit duket se kanë krijuar probleme edhe më të mëdha, çarjen e rrugës, edhe në një segment shembjen e saj. Nuk dihet nëse puthja në ballë që kryeministri i ka dhënë Pollumb Salillarit do ta ndihmojë ose jo në shembjen e fundit që ka pësuar një nga rrugët e realizuara prej tij.